Ka shumë arsye për të protestuar, po mbi të gjitha për mënyrën se si korrupsioni, vjedhja, abuzimi për pushtetin është ngritur në institucion. Fakti se si po mbrohet një zëvendës kryeministre e korruptuar, një zëvendës kryeministre e cila vetëm abuzimin e tenderave që po hetohet ka vlerën 1.1 miliard euro, tregon qartazi që të gjitha fijet e korrupsionit, abuzimit, shkojnë ke kryeministri Rama, i cili sot, qoftë politikisht, qoftë juridikisht, por edhe moralisht nuk mund të jetë kryeministri i Shqipërisë, ndaj gjëja më e pakët dhe në favorin e tij do të ishte dorëheqja. Ndryshe ne nuk do të rriqemi deri në ditën e fundit. Kjo është protesta e disaj që opozita bën. A keni shpresë se kjo do jetë e fundit? Protestat asnjëherë nuk mund të thuhet se kur mund të jetë e fundit, por unë mendoj që PD-ja në fakt edhe gjithë qytetarët që e mbështesin duhet kenë një fokus për qëllimin që ato vinë protest dhe nuk ka rëndësi se çfarë ndodh nesër apo një javë, pas një javë e rëndësishme është që ne të kemi presionin e vazhdueshëm, ne t'i tregojmë që nuk tërhiqemi nga kauza jonë, ne t'i tregojmë që jemi për Shqipërinë dhe jo për një qeveri të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Mendon se të rinjt po angazhohen në protest? Patjetër, po të shikoni edhe mënyra se si ata persekutohen, dhunohen, ndalohen dhe arrestohen për një periudhë 3 ditore, ku pjesa më e madhe e tyre janë të rinj, tregojnë se edhe ata në protest janë në shumicë, po kështu edhe vetë ky pushtet, regjimi, policia e tjerë, e ka frikën ke zëri të rinjve, e ka frikën ke reagimi të rinjve, kështu që unë mendoj që në çdo lloj forme, edhe sikur të ketë një akses më të madh nga ana e protestuesve, mendoj se të gjitha këto prevalojnë në të drejtat e tyre kushtetuese për të protestuar përpara të gjithë kësaj çfarë po ndodh. Pra, nëse shikojmë ne edhe reagimin ndërkombëtar, ka ardhur si pasojë e protestave të opozitës. Do ta zëvendësoj Berisha kryeministri Rama? Do ta zëvendësoj? Në fakt, unë këtë se di, po vetë zoti Berisha ka thënë që pjesa e kryeministrit do të bëhet me garë të ndershme, po për ne është e rëndësishme qeveria teknike. Unë mendoj se Partia Demokratike dhe opozita nuk duhet të tërhiqen nga qeveria teknike, sepse e treguan dhe zgjedhjet e 11 majit që me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje të lira, përsa kohë që vjedhjen, mashtrimin, bashkëpunimin me bandat kriminale e ka kthyer në institucion, dhe në këtë kuadër unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë një periudhë tranzitore me qëllim shërënjohjen e gjithë mekanizmi që është i ngritur për vjedhjen e votës dhe 4 vite për të vjedhur Shqipërinë, kështu që pastaj çështja e kryeministrit është shumë e lehtë, e rëndësishme është që njerëzit të shkojnë në një palë zgjedhje ku të jenë të lirë të zgjedhin, të jenë të lirë të vendosin dhe të vendosin mbi bazën e programit që paraqit një forcë politike dhe jo nën presionin e pagës, nën presionin e punës, nën presionin e kërcënimit, apo edhe në atë situatë ku kemi kaluar që pjesa më e madhe e rinisë janë larguar jashtë vendit.